Ngjetë sot me parlamentin fals, me parlamentin kalp, të një regjimi në të cilin një njeri ka marrë çdo pushtet, në të cilin një njeri arrin të blokoj vendimet e gjykatave të prokurorisë për vjedhje monstruoze ndaj qytetarëve, në të cilin një njeri arrin të ushtoj një presion të tmerrshëm, të gjithanshëm, banditesk mbi gjykatën kushtetuese. Mbi të cilin një njeri ka vendosur me vendim të fshehë të gjitha shpenzimet e tij. Kjo praktik ka ekzistuar vetëm në diktaturën komuniste, kur për Enver Hoxhën, për arsye të sigurisë kombëtare, por jo për Mehmetin, po vetëm për Enverin, shpenzimet ishin në një llogari të veçantë që përveç në xhmijës askush si kontrollonte. Ky është parlamenti të dashur qytetar. Ky është parlamenti që mlidhet në ditët e krizës më të thellë, e akteve më antidemokratike, në një kohë kur një ministre është zbërthyer me të gjithë qenjen e saj nga mesazhet, fotot, dokumentat e tjerë të gjetura në telefonat e Erviz Berberit. Në një kohë që një kryeministër është i kapur në qark, si miu, në telefonat, me mesazhet në telefonat e Erviz Berberit. Në një kohë që vërtetohet se oferta 120 milion euro për ndërtimin e tunelit Llogaras u zëvendësua me ofertën 190 milion euro të kompanisë turke pas udhëtimit në Ankara te Edi Rams me atë që quhet Lubi Balluku. Në një kohë që vërtetohet nga banka botërore se 90% e të gjitha fondeve të investimeve, 90% të gjitha fondeve të investimeve vidhen dhe nuk gjinden. Ju e pak dje, doli nga drejta e prokurorisë lubia numër 2. Po kjo lubia numër 2, ta dini ju, më duhet të citoj, se ajo është i brendshëm, s'kam si të mos e citoj, Arben Ahmetaj, që thoshtë kjo ishte kopshti, kjo akshi ishte kopshti privat i Edi Rams. Sepse në fakt, në grazhdin e akshit, bën të kredin Baxhanaku, Fangu fitonte me 10 tendera. Se në fakt, në përcaktimin e fituesve tenderave në aksh, ishte sipas Geron Meçes, se duhet të citoj emra, edhe vetë zonja Linda. Në fakt, kjo ishte drejtoria e familjes. A e dini se janë thirrë në SPAK nga kjo drejtori 25 vjet. 25 vjet.
E keni harruar ju fatin e Danielit. A ju kujtohet ju fati i Danielit? Daniel Shima, a ju thot në një gjë ju? Daniel Shima, sa po doli Lubia bis, Lubia numër 2 nga skapi, shkoj në zyrë dhe e shkarkoj. E shkarkoj dhe pas disa muajsh, pas disa javësh, uniforma me policë e rrethojnë, e grabisin. Fati dhe Zoti dha ati mundësi të çoj një mesazh, po marrin peng. Dhe banda Elbasanit tek e cila e çuan, e rrahu gjithë natën, por nuk e vrau sepse do dilte, do mbete. Ai është në shtëpi. Ai ka 3 muaj, 2 muaj, më fani, që e ka mbyllur dhe nuk del nga dhoma. Nuk del nga dhoma. Danieli Jakshit. E patju Lubin bis që si doli. Dhe përballë këtyre skandaleve, këtyre vjedhjeve të pa imagjinueshme, përballë shkatrimit të madh të materjes kombëtare, rënimit të vërtet të ekonomisë, besoj e muar të vesh që u kthyem ku ishim për herë të parë në 32 vite. Ekonomia mbahet nga kontributi i shtetit. Jo nga ekonomia. Ekonomia kontribon. Rritja ekonomike, më falë, mbahet nga kontributi. Ekonomia kontribon vetëm 49% të rritjes ekonomike. Sepse është në rënje të lirë. Sepse droga dhe vjedhja dhe droga po e shkatrojnë atë. Dhe tani forca e ekzekutivit kundër pezullimit. Në një kohë kur ajo do t'ja u them fundu dhe gjë tjetër, po tani me këto njërë. Në një kohë kur ajo duhet ishte prej kosh e arrestuar, sepse po prishin provat ditë e natë, sepse po zhdukin dokumentat ditë e natë. Po, ka administruar 12 miliard euro, nga të cilat absolutisht 10.3 miliard janë zhduk pa gjurmë, pa frut, pa namë nishan. Ja ku e keni rrugën e qafë floshës, ja ku i keni veprat, shkoni rrugën e Erseks, shkoni rrugën e Arbrit. Para gjitha këtyre, gjykata kushtetuese një diktat të plot dhe në presion të tmerrshëm, në vend se të hedh poshtë shqyrtimin, siç hodhi poshtë shqyrtimin e 30 deputetëve, mos harroni, nuk legjitimoi duke shkel kushtetutën, nuk hedh poshtë shqyrtimin e një mase të ligjshme që është e zakonshme në Europë dhe kudo. Tani, se po arrin koha, do të them një gjë unë. Edi Rama, unë kam thënë shumë gjëra për ju, nuk e mohoj, por nuk kam thënë kurrë atë që ka thënë Edi Rama. Ai dhe jo unë ka thënë që Partia Socialiste është një bordello. Unë se kam thënë kurrë këte, edhe se kam atë koncept, ja u them unë ju, për socialist nuk kam atë koncept unë. Por, për të parë se kush është bordello e vërtet, shkoni tek skapi i partisë dhe shifni dokumenta. Përfundoni, Zoti Berisha. Ti shifni ato. Atë do mësoni se kush është bordello e vërtet. Kaq kisha.
Fjalën e ka zonja Olta Xhaçkat, përgatitet zonja Jorida Tabaku.